Kryeministri Edi Rama rikthehet pas 2 vitesh në Francë në një vizitë zyrtare me ftesë të presidentit Emmanuel Macron. Kreu i qeverisë shqiptare u prit me një ceremoni të posaçme në Pallatin Elysee. Kryefjalja e diskutimeve ishte forcimi i partneritetit mes dy shteteve, perspektiva europiane e Shqipërisë si dhe reformat e ndërmarra, siç e konfirmoi edhe vetë kreu i qeverisë në një koment në rrjetet sociale, ku ndau pamjet nga takimi me Macron. Presidenti Macron ka reaguar në rrjetet sociale duke postuar dhe një foto me kryeministrin Rama. Kreu i Elysee shkruan se Franca dhe Shqipëria kanë marrëdhënie shumë të mira në disa fusha, ndërsa rikonfirmoi mbështetjen për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dinamika shumë e mirë e marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Francës në fushat e inovacionit, arsimit dhe arsimit të lartë, kulturës dhe turizmit dëshmon afërsinë tonë. Ne duam t'i japim një shtysë të re kësaj marrëdhënieje, duke vazhduar njëkohësisht të forcojmë bashkëpunimin ekonomik dhe atë në fushën e mbrojtjes. Franca rikonfirmon mbështetjen e saj për integrimin evropian të Shqipërisë dhe për vijimin e reformave të nevojshme për të ecur përpara në rrugën e saj drejt Europës. Kjo vizitë e Ramës në Paris zhvillohet në një moment të rëndësishëm të aspiratave europiane, por edhe për qasjen e re ndaj antarësimit. Presidenti Macron së bashku dhe me kancelarin Merz mbeten mbështetësit kryesor të antarësimit të Shqipërisë. Propozimi franko-gjerman parashikon që vendet kandidate të marrin pjesë si vëzhgues në mbledhjet e organeve të Bashkimit Evropian.